Jemi në pjesën e dytë të emisionit ton Bullet Point për sot. Jemi në shoqërinë e profesor Altin Zefi, pedagog, Departamenti i Financës, Instituti Kanades i Teknologjisë SIT. I lutem regjist temën e tretë, dyfishon ndërmarrjen tënde. Kemi parë, profesor, kemi folur dhe për nisma të tjera të qeverisë, edhe në takimet e mëparshme, dhe në gjykimin tuaj, është një nismë e dur, në kohën e dur, kjo dyfishon ndërmarrjen tënde. Pra në qoftë se je biznes i vogël dhe i mesëm, dëshiron të arritësh kapacitetin e shërbimit apo prodhimit tënd, sidomos të ndërmarrje prodhuese aq më tepër ato për eksport, ky do të jetë, si thua, ajo Eldorado jote, në kuptimin që s'ke para t'i jep me një kosto shumë të ulët të paras, pra me kredit të butë, mund të ketë edhe format të tjera se si do të ndihmoj ndërmarrjet e vogla të mesme shqiptare. Ju duket një nismë konkrete, sepse ju me të drejtë në pjesën e parë i vut tekstin, janë nisma të mira, po duhet të realizohen. Kjo është absolutisht, kjo është një nismë konkrete. Në këtë fazë është çfarë bizneset e vogla dhe të mesme SME-t pra përfitojnë në mënyrë direkte. Çfarë qeveria po përpiqet të zgjidhë me këtë problemi që përpiqem për të kuptuar një nismë, duhet të kuptojmë problemin që ekziston. Pra ekziston së pari bizneset kanë nevojë për kapital. Ka dy burime kapitalit që çdo biznes mund të përfitojë. Së pari janë burimet e pronarit, kapitali pronarit që ai kapitali vetjaki i pronarit, dhe është me borxhet që mund të marrë çdo biznes nga bankat apo nga investitorë të ndryshëm. Duke qenë se kapitali i pronarit e kanë kapitalin të kufizuar, sepse jemi një ekonomi me nivel të ulët ekonomik, burimi për të rritur biznesin, për ta dyfishuar apo trefishuar apo edhe për ta rritur me 50%, burimi tjetër alternativ, që është burimi më i mundshëm, është borxhi. Por problemi që ekziston është që bankat kanë operuar me një ngurrim ndaj bizneseve, sidomos të vogla, por edhe të mesme, sigurisht kanë qenë më bujare edhe për shkak të infrastrukturës, bizneset më të mëdha janë më të privilegjuar në këtë aspekt. Dhe kemi një mungesë kreditimi. Në tërësi ne kemi mungesë kreditimi në ekonominë shqiptare. Jemi mbrapa rajonit, vendet e tjera të Ballkanit, jemi mbrapa në nivelin e kreditimit. Jemi diku te 33-35%. Niveli më i ulët. Më i ulët në rajon të sasisë së kreditit që bankat e nivelit dytë u japin bizneseve. Pra, kjo është një problem. Është një problem që nuk bankat po tregon kujdesshëm, që është në këtë aspekt mund të është edhe pozitive, sepse tregon të kujdesshme për të investuar, por është një problem sepse ka mungesë kapitali që bizneset mund të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese. Në këtë mënyrë, në këtë kuptim, kjo është një iniciativë mirëpritur, është një iniciativë që shkon aty ku nevoja është më e madhe. Ku nevoja është më e madhe. Në një ekonomi tregu sigurisht që ne mund të argumentohej, nga njëra anë mund të argumentohej që shteti nuk duhet të ndërhyjë, duhet të lejoj faktorët e tregut, duhet të lejoj tregun që të veprojë. Megjithatë, ka raste ku tregu duhet orientuar edhe duhet edukuar, pra qeveria tashmë ka bërë të ditur që ky program nuk do jetë një program afatgjat, do jetë deri në fundit e vitit 2027, dhe me shpresë që Banka Shqiptare e Investimeve do të përdorë këtë, do të plotësojë atë bollshllëkun gradualisht. Si model, pra ky do jetë modeli me cilin do të operojë në vazhdim. Ky është pararendsi i Bankës Investimeve, me sa duket. Që duhet, pra, eksakt. Dhe pra ka disa avantazhe, ne mund të diskutojmë për disa avantazhe, por sigurisht sfidat që do ketë, por sigurisht që kjo është një iniciativë në kohën e dur dhe në kohën e dur e vlerësuar, sepse po vuajnë, pra në mënyrë që të përgatitemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, pra janë 3 fusha që do të mbështesë qeveria në këtë, së pari është me rritjen në ana teknologjike, në rritjen e përmirësimin të indikatorëve, të licencave, të njohjeve të bizneseve dhe në zhvillimin e kapaciteteve të prodhimit, pra në mënyrë që të arrijmë standardet europiane. Pra në përgatitje për të hyrë në Bashkimin Evropian është përmendur nga shumë analistë të tjerë dhe ekonomistë të tjerë që ne mund të përballemi potencialisht me një krizë të jashtëzakonshme nëse hyjmë në Bashkimin Evropian të papërgatitur, dhe kjo do të ndihmojë bizneset jo vetëm që të rrisin prodhimet, por të përgatiten për cilësinë edhe licencimin. Është një fazë përgatitore, një lloj inkubatori për t'i bërë të gatshëm të mos falimentojnë, as që do diskutohet që do të goditen, sepse do ketë forcën realisht të një tsunami, ka patur për vende shumë të zhvilluara edhe sa ne në momentin kur hyn. Por ama
është një fazë përgatitore, një lloj inkubatori. Eksakt. Më bëri përshtypje çfarë thatë, profesor, që thatë 2 fish, 3 fish, po edhe 50% rritje. Pra, për gjithë ata që na ndjekin, që mund të jenë edhe si përmarrës të vegjël ose të mesëm, edhe të interesuar, nuk është se mos duhet ta 2 fishosh. Ideja është që ta zgjerosh, pra të kërkosh para për më shumë brenda ndërmarrjes tënde, mund të jetë edhe 30%, mund të jetë edhe ju e përmendet 50%, por ama me këto 3 parametra që ju i përmendet shumë mirë. Pra, të jetë një inovacion teknologjik, një përmirësim të teknologjisë që ke atje, të jetë njëkohësisht diçka që ka të bëjë ndoshta edhe me daljen në eksport me certifikatat e duhura, me standardet e duhura që të futesh në tregun shumë sfidues të Bashkimit Evropian, dhe e treta, s'ke asnjë mënyrë tjetër, sepse je biznes i vogël, je biznes i mesëm, qasja është shumë e kufizuar në mos gati fare pranë sektorit tradicional të bankave komerciale. Kështu që gjykoj se realisht duhet të jetë tërheqës si program për bizneset tona të vogla dhe të mesme. Është pjesa dërmuese, janë absolutisht mbi 90.000 biznes. Tërheqje e bën së pari nevoja. Pra, sepse bizneset nuk mund të rriten përveç se me fitimin neto që ngelet në biznes, nëse riinvestojnë pronari të gjithë fitimin e riinveston, ajo është i vetmi mundësi për rritje, dhe kjo është një burim shumë i rëndësishëm, mund të jetë shumë i rëndësishëm për të rritur biznesin për bizneset e vogla. Dhe së dyti tërheqjes është edhe normat e interesit. Ekziston mjetet e tjera, instrumentet e tjera borxhi janë të vështira, pra siç thënë bankat tregtare, por normat e interesit janë konkurruese me normat e tregut, ndërsa kjo iniciativë e qeverisë do të ofrojë norma interesi të buta, 2 deri në 3.5%, në varësi të kolateralit, pra sa përqind të kolateralit mbulon vetë biznesi, dhe nëse supozojmë në rastin më të mirë për një biznes, ata janë në gjendje të ofrojnë kolateral që mbulon deri në 70% të kreditit. Garanci, si tu është bankare, që nuk është bank e mirë fitë, është program, por ama kolateral duhet ofruar. Pa tjetër, pra nëse ata biznesi ka aftësi të mbuloj deri 70% të kolateralit, po sasisë që merr para borxh. Masa e norma interesit është 2%. 2% është më pak se sa inflacioni. Pra, një farë mënyrë është më mirë të marrësh borxh se sa të shpenzosh lekët e tua. Më mirë të marrësh pjesë në këtë program, e cila për hir të vërtetës niveli në cilën qeveria ka ofruar që të marrë pjesë deri në 2 milion euro, është një shumë e konsiderueshme për çdo biznes. Ne nuk e dim, unë po kërkoj informacion, nuk e dim sasinë totale se sa qeveria ka vendosur në dispozicion të kësaj, po Banka e Shqipërisë përmes Bankës së Shqipërisë. Po sigurisht, sepse është një linjë, ne kemi folur edhe më përpara, më fani ndërpreva profesor, 250 milion euro, Banka e Shqipërisë ishte gati vit për vit ta vendosne për bizneset e vogla dhe të mesme. Ndoshta nga që flitet që do jetë në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë mund të jetë pikërisht kjo sasi. Mund të jetë, por shuma është e konsiderueshme pra për 2 milion biznes, 2 milion për një biznes, edhe më pak, se sigurisht nuk do japet çdo biznes 2 milion. Po ama tavani për një që është konsiderueshme për çdo biznes të mesëm, të vogël dhe të mesëm, sepse nuk ofrohet kjo për bizneset të mëdha. Prandaj shpesh herë këto iniciativa edhe menjanohen, injorohen nga bizneset e vogla. Në rast se ata janë gjendje të ofrojnë kolateral, pra deri në masën 70% dhe përfitojnë nga norma me 2%. Aty do sulen të gjithë, se është 2% është ju e thatë. Inflacioni është më pak se inflacioni. Pra është më pak se inflacioni dhe është më mirë të përdorësh këto lekë. E marra me borxh të butë, se sa paratë të flenë edhe goditen nga inflacioni, sepse mund të jetë edhe 3%. Eksakt. Prandaj ju inkurajoj, nxis bizneset, duhet të bëjmë thirrje bizneseve që ta ndjekin, të kërkojnë, të aplikojnë, të informohen dhe të Është momenti, si thua, për të hyrë në lojë dhe për të kërkuar ato para që u mungojnë për momentin. Eksakt. Qarë edhe, se neve gjithnjë na shkon dhëmbi, gjua aty ku na dhëmballa ose dhëmbi, a mund të ndihmoj ky program po të jetë i suksesshëm, se gjithnjë ju e dini ka një pot të madhe në rritjen e prodhimit dhe të kapacitetit tona prodhuese dhe të eksporteve tona, se aty kemi atë themrën e akilit, aty e kemi profesor. Kjo është pra problemi, pra që të kalojmë nga një ekonomi konsumi, një ekonomi që varemi tek turizmi, i cili është një eksport në vetvete, që është një gjë shumë mirë, dhe ndërtimi, të kalojmë në një ekonomi prodhuese dhe eksportuese, eksportuese të produkteve të mirave fizike. Po.
Mallra, pra të eksportësh mallra, se ju e thatë me drejt, turizmi është eksport shërbimi. Po. Dhe sigurisht që kjo është dyfishimi i prodhimit do të nxjisë rris prodhimin dhe do të industrinë prodhuese, dhe një pjesë e prodhimit sigurisht që shkon për eksporte. Pra, kjo është direkt ndikimi që mund të ketë potencialisht një shumë, pra që po flasim mund të jetë në qindra milion euro. Urojmë të gjithë sepse më në fund kaluam 3 dekada e gjysmë, edhe më shumë, dashur profesor, tranzicioni, parat tona si taksapagues, që janë parat e buxhetit të shtetit, po shkojnë në drejtimin e dur, në udhëzimin e dur, në prodhim dhe në eksport. Urojmë të gjithë që të jetë i suksesshëm. Ky se nevoja aty është. Ka disa rreziqe pra që mund të themi. Ju lutem se edhe ju edhe e përmendët edhe po të qëndrojmë tek sfidat. Sfidat ekzistojnë që së pari informacioni, pra që bizneset ta marrin këtë. Që ti besojnë programin. Që ti besojnë që kjo është një gjë e vërtetë, sepse ne dimë që programi që u është ofruar kreditë e buta dhe garanci sovrane për bujqësinë, akoma nuk ka dhënë rezultatet e veta, është në nivelin para disa ditësh dëgjova se ishte rreth 30% e planifikimit ishte. Nuk i kanë ngrohur tamam fermerët që ti besojnë. Dhe mund të edhe kjo iniciativë mund të jetë mund të mos prodhojë rezultatet e dëshiruara. Prandaj duhet i besojnë, duhet të marrin hapa sepse në fakt është nuk të kushton të provosh, është falas ta provosh. Domethënë nuk është se me 2% aty e ke. Gjithashtu ekziston barazimin e ke në xhep. Gjithashtu ekzistojnë edhe rreziqet e tjera që ekonomia ai që quhet rreziku moral, moral hazard, që është në anglisht, është një nga në rast se biznesi e mban të gjithë përfitimin nga fitimi, pra mban fitimin, ndërsa risku i humbjes është publik, pra e ndajmë të gjithë taksapaguesit, në rast se dështon një biznes dhe nuk paguan dot kredinë sovrane. Çfarë fituam si para publike, si taksapagues? Mund të inkurajojë bankat në nivelit 2, të cilat do të vlerësojnë kriteret e kredisë për këto biznese që do aplikojnë. Mund të inkurajojë ata përderisa ata nuk mbartin rrezikun ta mbartë qeveria, që të mos jenë të kujdesshme me dhënien e kredive. Ekziston ky rrezik, gjithashtu mund të shumë gjë, thot bankieri privat. Bankieri thotë shumë gjë. E përballon në rrezikun të gjithë të shteti, doli mirë, s'doli mirë. Por për një periudhë të shkurtër, kjo është një program i mirë, pra përsëri e mbështesim sepse në pikpamjen time të ekonomike, pra është një qeveria duhet të ndihmojë aty ku ka pengesa dhe në këtë moment kreditimi i bizneseve të vogla dhe të mesme është penguar për shkak të mungesës së besimit dhe mungesës së kolateralit. Pra bizneset e vogla përgjithësi nuk kanë mjaftueshëm kolateral që të mbështesin kreditë që kërkojnë. Pra është drejtimi i dur, ama sfidat aty ke mundësitë që do zotit të na ecin mbar, por edhe mund të ngeci. Faleminderit për këtë, sidomos këtë të fundit, sepse kishin nevojë edhe për gjithë ata që na dëgjojnë dhe që mund të jenë sipërmarrës të vegjël, të mesëm dhe që mund të jenë edhe të interesuar potencial. Po kalojmë tek tema e 4, Porta e Alpeve, mjaftojnë 100 milion euro. Një tjetër projekt, një tjetër nismë për Veriun, për kryeqendrën e Veriut, vetëm për qarkun e Shkodrës, 100 milion, 50 milion janë nga një kredi e butë e bankës botërore, dhe 50 milion do t'i japi buxheti i shtetit. Dhe këto para do t'i angazhoj dhe do t'i shpenzoj Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që ka eksperiencë në projekte të ngjashme edhe në zona të thella malore, në këtë rast bëhet fjalë për Alpet tona. Profesor, pyetja ime, a do të arrijë ky projekt të ndikojë në rritjen ekonomike lokale, sepse ne e dim Veriun ton. Nuk është aq i zhvilluar sa disa zona të jugut, sa Tirana jo e jo. Ka shumë nevojë. Është situash porta e dur, meqense quhet edhe Porta e Alpeve? Është porta dur, pra gjithmonë investimet janë të mirëpritura, pyetja a është e mjaftueshme? Ne jemi mësuar të themi gjithmonë jo, nuk është mjaftueshme. As që diskutohet. E mira s'ka fund, që s'ka fund e mira, por përsëri është vëmendja e qeverisë në një vend që shumë atraktiv për turizmin dhe për ekonominë shqiptare, siç është Alpet e Veriut, dhe jo vetëm Alpet, por në këtë rast pra një lidhje strategjike mes Alpeve dhe maleve dhe turizmit malor dhe turizmit bregdetar, të Velipojës, të Shëngjinit, madje edhe të Durrësit, është një projekt strategjik
Sigurisht që nuk është mjaftueshëm, pra nëse shohim shifrat vetëm po shikoja kostën e një nga rrugët që është rruga Valdez që po ndërtohet tani, që është pjesë e këtij projekti Porta Alpëve, që mund të kushtojë 30 sipas raporteve të mediave. Milion euro. 30 deri në 40 milion euro, pra nëse është teren malor, ne dim që kostet rriten me herë. Por merr pjesën e Luanit, pra vetëm një projekt merr pjesën e Luanit dhe pastaj ja ikën 100 milion, domethënë 40% e mori vetëm një rrugë. Por sigurisht që kjo nuk është fundi, kjo është ndoshta këtë vit do vazhdojmë me vitet e tjera, qeveria do të vendosë fonde të tjera në dispozicion apo Bashkimi Evropian. Por do të përmirësojë imazhin sipas disa raporteve, do të rriten vlera e pronave në këto zona ku do të preken me projekte. Edhe kemi nevojë 10-15% sigurisht për njerëzit që t'i mbajmë në veri se po na ikin të gjithë për rinin sidomos. Absolutisht. Do zoti, do më thënë, ju e thatë, populli thotë shto miell e shto ujë na bëhet byregu, por të urojmë vërtet që ky program të na ecë, sepse është një program tjetër, ne i kemi quajtur në emisionat tona vëllezër siames, sepse ka ngjashmëri paketa e maleve, ndërthurën, pavarësisht se paketa e maleve parati ka gjitha nga privati. Këtu kemi edhe ndërhyrjen shtetërore në radhë të parë, pastaj duke shpresuar që edhe projektet private, po mund të krijohet një sinergji, profesor, mund të ndihmojnë njëra tjetrën? Absolutisht po, pra projekti i qeverisë Porta Alpëve synon krijimin e infrastrukturës që do të mundësoj paketën e maleve të funksionojë. Pra, qeveria do të investojë në rrugë, në ujësjellës, në kanalizime, në trajtimin e ujërave të zeza, në përmirësimin urban të strukturave të mëdha. Pra, qeveria nuk do të investojë në bujtina, në restorante, në resorte. Jo, nuk është në planin e... Eksakt. Por këta do t'i bëj private dhe kjo është roli i qeverisë faktikisht. Në këtë rast, në këtë kuptim është shumë një bashkëpunim shumë i saktë, ku qeveria vën në dispozicion strukturën, kapacitetet e rrugëve dhe investimet. Dhe thotë bujrum, privatit hajde investo, rreziko. E kemi parë për herë të parë, të tillë, domethënë të kemi edhe qeverinë me program dhe me para serioze, sepse 100 milion për ne, si vend me një buxhet modest, edhe ju e thatë, jemi ende vëndësme në zhvillim, nuk janë pak. Kështu që do zotit na eci kësaj radhe të paktën me këtë program i dashur profesor. Me lejen tuaj po kalojmë në temën e fundit, por jo për nga rëndësia. Nafta ulet para 2 ditësh të njëjtën 10 lekë për litër, nuk ishte ulje e vogël. Ndërkohë që ushqimet bazë ende na rezistojnë. Do shqyrë, themi, na ruajt Zotit që po rezistojnë, sepse tsunami, pastaj ushqimeve bazë, e kemi parasysh atë rritje në çmimit të bukës, me njerë pasi u rrit mielli me 40% në tregjet ndërkombëtare. Nuk e kemi shumë të largët edhe si memori, dashur profesor, në momentet e para të krizës nga invazioni Putin në Ukrainë. Në gjykimin tuaj, a është e rëndësishme kjo ulje? Çdo ulje është e rëndësishme. Sigurisht. Sepse na ndihmon në ekonominë familjare, sigurisht. Jo vetëm ekonominë familjare, por edhe në biznes. Ka ndikim direkt në ekonominë, por është e rëndësishme. Dhe ne vërejmë, në fakt, ishte pritur që përpara në fillimin e luftës në lindjen e mesme, që çmimet në fakt do të rriteshin deri me 40% sipas analizave të institucioneve ndërkombëtare serioze. Pra ishte vlerësuar që për shkak të luftës. Megjithatë nuk është materializuar, siç thatë, për fat të mirë për fatin tonë. Arsyet janë nga më të ndryshmet, se pari ndoshta jemi të mbrojtur pak nga vlerësimi i monedhës kombëtare lekut. Shumë drejt, mbiçmimi në tregun tonë që leku thyen rekorde të mbiçmimit. Vazhdon forcimi i lekut, pra dhe kjo inflacioni i produkteve të importuara nuk ka ndikuar akoma në çmime. Përballohet më lehtë, sepse ne të ardhurat 90% e rrogave që marrim në lek. Një arsye tjetër mund të jetë edhe që një pjesë e bizneseve mund t'i kenë nuk i kanë kaluar rritjen e çmimeve, kostove, nuk i kanë kaluar tek konsumatorët. I kanë mbartur, i kanë adoptuar. Janë treguar pak më rezistente, kanë pranuar edhe të prekin i çik fitimin e tyre, po të mos ja ngarkojnë gjithçka siç dolten përpara rëndom, konsumatorit. Për shkak të konkurrencës, një sjellje e zgjuar. Po konkurenca i ka ai është përmbietes, ai thotë. Përmbietes, po nuk është. Po ul çik fitimin, ama nuk po shtoj çmimin.
por që është lajm i mirë, pra që nuk janë arritur çmimet. Rënja e çmimit të naftës sigurisht që është pozitive, shpresojmë një arsye tjetër mund të jetë që lufta në lindjen e mesme ka qenë me sinjale her pozitive, her negative. Thoshim gjithë se javë do mbyllet, inshallah mbyllet në 2 javëshin e ardhshëm. Sot edhe këto ditë ka qenë folur për që mund të mbyllet shumë shpejt. Po, edhe këto ditë ishte edhe ulja më e fortë, sepse ne varemi me njëherë, ju e dini çmimi këtu ngrihet sapo ngrihet në tregjet ndërkombëtare. Ul nafta, ju e dini, e papërpunuar $900 që ra. Me njerë qeveria bëri shumë mirë, na e ulim me 10 me bordin e transparencës. Po. Megjithatë, përsëri kjo tema e çmimit të naftës edhe taksave që janë mbi naftën është një temë e hapur. E hapëm kutinë e Pandorës, aty të qëndrojmë. Kemi gati 60% të çmimit taksa. Kjo është analizuar nga shumë njerëz, në shumë programe, në shumë diskutime, në shumë debate. Para disa javësh, shoqata e hidrokarburëve nxori një vlerësim ku vlerësonte që rreth €1 milion në ditë shpenzoheshin nga qytetarë shqiptar për bler naftë mes Malit Zi, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Pra, nëse ne harxojmë në një vit €365 milion, pra importojmë, pra duke shkuar atje blejmë ose I çojmë jashtë këto para, plus kur shkojnë atje edhe do pini kafe, edhe do hanë drejt kalle. Do shpenzojnë edhe konsum, mund të shkojnë 1 miliard humbjet ekonomike. Bëjnë turistë me zor, ta quajmë kështu. Turistët e karburantit. Turistët e hallit për çmimin e pagesat e siguracioneve për të shkuar në ato vende, pra sidomos përveç Kosovës. Ka kosto shtesë të jashtëzakonshme. Ne po humbasim, pra vazhdimisht kemi diskutuar, kemi bërë thirrje qeverisë që të shqyrtojë aksizën e karburanteve, të shqyrtojë taksën e qarkullimit, sepse nuk operohet ndryshe në një vend kur ne jetojmë në mes të me kufi 3 shtete të paktën, Greqisë me nivel ndryshe, por qoftë Kosova, Maqedonia dhe Mali Zi kanë nivel më të ulët të taksës në tërësi, pra të barrës fiskale për... Të turen të gjithë, domethënë qytetarë tanë që janë në rrethet kufitare. Por edhe nga disa raste edhe qoftë edhe kam dëgjuar edhe 70 kilometra sipas vlerësimeve dhe sipas analizave deri në 70 kilometra udhtojnë ja vlen të udhtosh. Janë dakord që edhe koston e 140 kilometrësit që bëjnë mbajtje ardhmë. Siguracionin që duhet paguash atë të shkosh të mbushësh makinën edhe të blesh edhe ushqime e kështu me radhë. Pra duhet shqyrtuar në afatgjat kjo, sepse dihet se ndikohet buxheti i shtetit, sigurisht, I cili varet nga të ardhat nga aksiza. Është humbje e tregut, është humbje aktivitetit ekonomik të vendit. Jemi në 3 minutat e fundit të bisedës tonë, edhe temës së fundit. Në gjykimin tuaj, sepse është shumë e vështirë ta parashikosh, por a mund të ndikoj kjo ulje e çmimit të naftës kaq e dukshme në ngadalësimin e inflacionit? Apo duhet një periudhë shumë e gjatë kohë që të ketë një ndikim real? Do të shikohet, besoj se shikohet mesatarja, sepse për të matur inflacionin dhe mesatarja gjithë vitit, për inflacionin direkt, pra të shportës së produkteve, por në kostot e prodhimit, që qoftë familjeve të bujqësisë, apo të transportit, apo të shpërndarjes furnizimit. Është lajm I mirë që është lajm I mirë dhe sadopak dhe shpresojmë që të zgjasë, shpresojmë që lufta të përfundojë dhe çmimet të bien jo vetëm në nivel që ishin para luftës, po edhe më poshtë. Kjo ndikimi sigurisht do jetë pozitiv. Do shta është edhe një shenjë mirë për atë që thamë, se I friksojmë gjithë një tsunamit të rritjes së çmimeve të madrave ushqimore bazë. Do shta kjo e kalon akoma dhe në pragun, domethënë që ai tsunami mos na preki, deri do zoti një marrëveshje paqe përfundimtare dhe më e sigurt dhe më afatgjatë. Ndërkohë, profesor, pyetja e fundit. Presionin mbi shpenzimet mujore, qoftë të qytetarëve, qoftë të bizneseve, është ulur sadopak nga fakti që sot që flasim nga energjia elektrike, e përmendëm edhe në temën e parë që folëm, 1/10 e kësaj energjie që ne prodhojmë është nga dielli, pra është një energji me shumë leverdi për ne, një diversifikim I burimeve tona energjetike dhe njëkohësisht kemi filluar të zgjerojmë, ne e dim edhe flotën e automjeteve private elektrike, madje edhe të automjeteve që biznesi përdor për transport. Kemi shumë makina edhe që përdoren çdo ditë për transportin e këtyre madrave dhe këtyre shërbimeve. Në gjykimin tuaj, a është dhe ky një faktor rritës, sepse
Gjithë jemi në shumë ne po dëgjojmë për ferma të reja të fotovoltaikëve, qoftë nga vetë bizneset, në formën e vetë prodhimit, qoftë edhe për situash një biznes më të madh, fermat e nivelit të mesëm dhe të lartë. Është dhe kjo një situash moment pozitiv që të na bëj që edhe kjo rezistenca e çmimeve ushqimore bazë të vazhdojë edhe pak? është sepse burimet e energjisë diellore janë të pafund praktikisht. Pra. Jemi nga vendet jo dini në Evropë me numrin më të madh të ditëve me diell. Dhe sa më shumë që kalojmë drejt përdorimit të këtij burimi energjie, aq më të pavarur do jemi nga burimet hidrike, të cilët janë të luhatshme. 10% e kemi tani, 1/10 e gjithë sasisë që prodhojmë. Nuk është pak konsideruar. Nuk është pak, në 3 vitet e fundit 5 fishuar. Megjithatë duhet të vazhdojmë të investojmë. Në fakt tregu shqiptar në Shqipëri po dominohet nga importet nga Korea apo dhe nga Kina të makinave elektrike. Ne jemi ekonomi e hapur, duhet të mirëpresim të gjithë. Shpresojmë që tregu të bëhet më eficient, pra të jetë investimet, do ta shohim pra rentabilitetin e këtyre makinave dhe jetë gjatësinë e tyre. Nëse ja vlen për bizneset, shpresojmë që të përmirësohet cilësia e tyre në mënyrë që të jetë edhe të ulet çmimi, sepse të bëhet më e pranueshme. Ende është i lartë, shumë drejt. Për një familje mesatare nuk imagjinohet. Kjo është revolucioni që solli pra kur makinat u bën të përballueshme nga një familje normale, ndodhi revolucioni në Amerikë me Henry Ford që bëhet shumë që sollet në erdhi makina në çdo familje me të ardhurat e mesme. Ne shpresojmë që të jetë mundshëm për një familje mesatare të ketë mundësi të përballojë një makinë elektrike. Në këtë mënyrë edhe të lëvizin drejt një ekonomie më të gjelbërt, por edhe më të përballueshme nga ana ekonomike. Urojmë të gjithë sepse edhe çmimi i ushqimeve që e kemi merakun më të madh, ju them drejtën profesor, me këtë pjesë të kalimit në transportin me makina elektrike na ndihmon shumë që të mos goditemi. Profesor Zefi, ju falemderit që ishit me ne sot në Bullet Point. Falemderit, ishit kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ju falemderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.